Dy banorët e Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani dhe Labino Tregja, kanë pasur një debat mjaft të tensionuar brenda shtëpisë, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve dhe të publikut. Momenti kulmor i përplasjes ishte kur ata u pan fytyrë për fytyrë, duke komentuar hapur mbi disa nga çështjet e tyre të brendshme dhe marrëdhëniet me banorët e tjerë. Atmosfera ishte ngarkuar dhe tensioni perceptohej qartë edhe nga shikuesit përmes kamerave të shtëpisë. A kjo të ka ngelur loja të flasësh në emër të Limit duke bërë lojën e Limit? Ju drejtua Alba me ton të fortë, duke mos fshehur asnjë emocion. Përgjigja e Labinotit nuk vonoi. Pse po më afrohesh afër? Një sfidë e qartë që tregonte se situata po shkonte drejt një përballje të hapur. Por Alba nuk u dorëzua. Kujdes se do të marr zarf të zi pikërisht duke u afruar ty dhe duke i treguar botës se një femër e fortë nuk ka frikë nga burrat si ty. Tha ajo me vendosmëri, duke theksuar karakterin e saj të pakompromis. Labinoti reagoi menjëherë. Afrohu, hajde ke frikë të dalësh jashtë, po afrohu, duke sfiduar publikisht banoren, ndërsa tensioni rritej nga sekonda në sekondë. Debati nuk u ndal me kaq. Ata vazhduan të përmendnin çështje të tjera të brendshme, duke përfshirë edhe Lim Hotin dhe mënyrën se si ai lidhet me dinamikat e shtëpisë. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo gjest u kap nga kamerat, duke krijuar një moment mjaft dramatik që nuk kaloi pa u komentuar nga shikuesit në rrjetet sociale. Ky incident ka hapur shumë diskutime mes fansave të Big Brother VIP Kosova 4, të cilët kanë ndarë mendimet e tyre mbi sfidën e të qenit i fortë dhe i vendosur brenda shtëpisë, marrëdhëniet mes banorëve dhe lojën psikologjike që zhvillohet pas kamerave. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.